Përshëndetje, dashun, adhurues futbollit, maraklit futbollit, po edhe shikues tonë të transferimet. Qysh na keni përcjell për gati një vit kena bo sfida me trajnera, futbollista, influencere, moderatorë e gjithçka tjetër. Tash kena kalu me një tjetër nivel, kena kalu me një podcast që quhet Lojtari 12, për shkak që dihet që tifozët janë lojtarë 12 ekipit. Po sot po nisim me një mysafir shumë të respektuar, shumë të veçantë që rrallë herë del me fol, sidomos media në Kosovë. Afër me është Eros Grezda, ish futbollisti kombëtar shqiptar, ish futbollisti Rangers, Kroaci, Sloveni, vende të tjera. Grezda, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, është kënaqësi të jem pjesë e juaj sot. Je i pari, kështu që është një falënderim i dyfisht, se për një menatë nuk është lehtë kur nis diçka të re. Edhe me pas një figurë goxha të madhe, sepse ti pse kilon karrierën tash që një vit, mbetesh goxha një far what if që thonë anglezët. Po. Për kallzon pak çaj të bu që një vit prej që kilon karrierën, të kena pa që je agent, çush po shkon, çush ka ecë. Karriera jame në fakt kam marru në prill të 2024-shit. Kam qenë klubi im i fundit ka qenë në Kroaci, në Udesh. 2-3 vjet të fundit të karrierës i kam pas shumë problematike për shkak të lëndimeve, po që vendosa me jap fund karrierës time si futbollist. Kur ki shumë lëndime, më duket është një farë irritimi që thu edhe nëse kthehen as që mi njëjti. Ti ose lën nuk është që e ki pas, po i ki pas disa në vazhdim, sidomos në kohën kur i ki pas themi pikun 2016, 17, 18. Ajo koha kur ke qenë njëherë në Osijek, pastaj në Rangers. A kon çaj momenti që ki thonë ashtu është moja më e lartë në karrierë, apo që ty tani ke thonë lëndimet? Unë jam kon shumë fëmijë ambicioz gjithmonë, edhe e kam ditë që një ditë kam marrë momenti që kam luajtur për klube të mëdha europiane, kam pas çat me besimin në vete shumë të madh. Edhe kur pata shku në Rangers, nuk e disha që çaj nuk është për shembull kufini i limiteve të mia. Po karriera nuk është fati ai Zoti, është ai që vendos për fatin ton, edhe ka dashur ashtu që karriera jeme të nuk mos shkoj ashtu që kam prit. Kam pas shumë lëndime, u dut domethënë më radh prej Rangersit pastaj ka raj progresi jam poshtë dhe çdo vjet ka qenë më i vështirë derisa erdha te ky vendimi që me lën futbollin. Çto është pyetja ime, ç'është ardh vendimi po bënej mosh goxhare në 95-sha, ti ke lënë pivën moshën 29, kur tha po lo, apo atë vështirë me vendos, a konsultova me dikon apo Fakt është të raport që kam i thonë publikisht, u ka një moment shumë i çuditshëm, kisha thonë se ne kemi pas stërvitjet, nesërmen kemi pas lojë me Varazdinin, me Rodeshin. Edhe kish një kohë që nuk u kënaqsha më në futboll. Do thonë, nuk e kisha atë grintën që kom pas si i ri, që edhe pse me lëndime këto prap kom pas shumë, jam kon shumë i motivuar. Edhe atë ditë më kujtohet se sot në stërvitje, i thash një shok, ishim të luajtur 11-11, e i thash një shokit që kjo është hera fundit që më tu po stërvitje. I thash nesër kam vendos me luajt lojën, edhe mas lojës kam ia fund karrierës do me luajt më futboll. Çfarë përfundimtare edhe tash tipo, edhe ai lojtari aty nuk e ka marrë seriozisht as kërkush, po trajneri as nuk e ka ditë. Nesërmen në lojë jam shku, një pata përgatit printemi se jetoj në Zagreb. Një pata përgatit printemi edhe do shok të ngushtë, tash sot është loja e fundit, tash kisha pas qef marrën po. Edhe erdhën, krejt, nga tash puna më e vështirë kon mi kallzu trajnerit, që të vendim sa edhe një orë gjys para lojës. Shkova, i thash trajner du me fol pak me ty, thash çështu, tash kjo loja më e fundit. Edhe më ka kthyer, e tha ku e kon prom, tha ki pina i sandal. Çka ke bëu? Të dëshuar si jeta e natës. Po, jam. Edhe jo u tha, je normal që e ka fol. Edhe i kallzova, i thash që e di që është pak e çuditshme, edhe është vendim që atë nuk është që jam përgatit shumë tash për masë, ku marr në mënyrë direkte. E thash edhe nuk ka kthim rrapa, e thash ta dish, i thash, kështu që më shali pak syt që të loj, lë me lut lojën tame që shkon qef. Tash jo edhe. Tash jo edhe një. Edhe ç'kjo kon. Amo që zakonisht futbollistat kur vinë në fund karrierës adin ose kanë një par plani para pra kjo trajner, jo ndoshta diçka tjetër, tip i bën që e kilon, po anaj ndoshta plana fat gjata, apo këtë pjesën e agentit e ki pas në shta, apo ka ardhur mas pjesën e agentit, da them në mënyrë më të sinqertë kam pas shumë qef për momentit kur po ta bëj vetëm agent si 16-17 vjet, për kom pas agent aso kohë. Edhe më pëlqej shumë si punë, pse se gjithmonë kom
kom ditë me vlerësu një lojtar talent. Gjutë e uja i kom ditë. Masnej edhe ka on tjera që për shembull një agent duhet mi pas, jam konë gjithmonë adin një farë forme jam konë i përgatitën. Edhe më ka pëlqyer shumë, e kom ditë që s'jam as për trener, as për nuk e di për ndaj pozicion tjetër drejtor sportiv, për shembull, më ka pëlqyer vetëm puna e agentit. Kjo puna jonë është një punë shumë e vështirë se edhe na shumë kemi gjithmonë shumë paragjykime, gjithmonë na jemi, si më thon, ajo pika e zezë e futbollit, si thonë menaxherat ja kanë bërë kështu, menaxherat ashtu. Kena me dalë që ti stash. Po, edhe po mua më pëlqen shumë se e di që është, më thon, një pikë e jame shumë e fortë nga jeta personale, private, po flas është një pikë shumë e fortë e jame. Po dalim tash te pjesa e agentit, agencionin që i ki disa futbollistë që janë ndoshta më të mirë të Kosovë, kena Brutin, kena Mileta Vdylin, Liri Dombala e shumë të tjerë, po du më nal pak te Bruti. Që e dim vitin e kaluar tash, e pat një periudhë mas i vendosi me shku për kombëtarin e Shqipërisë ku gozhdu nga shumë, themi, jo veç tifoz, po edhe ndoshta analista Kosovë Shqipëni, që ki projektu edhe te atë pjesë, po edhe Bruti. Sa kon vështirë për ty që ndoshta me i thonë që ka dalë se ndoshta diçka normale, ndoshta s'kon bash normale, po sa kon vështirë me e marrë ndoshta të motivuar edhe themi të qetë, sepse është goxha një farë presioni i madh për një futbollist aq të ri. Puna e Brutit, mas por duhet me të këtë është lojtari i parë që unë kom dashur të marr në agjencian, si e kam hap domethënë si sa jam fut në këtë profesion, ka qenë lojtari i parë që sepse unë një që një kohë gjatë Brutin. Edhe është një lojtar më cilësor, shota edhe vet në kampionat, është një lojtar më premtues, po për gjithave është një super djalë, se një gjithë lojtar që i kemi në agjencian, i kemi mas pori edhe me karakter i kemi në notën më të lartë të kësha secilit. Puna e Brutit është përfol shumë, është gozhdu që ta ti shumë, edhe one, po unë kisha pas qef që adin çaj negativiteti që është bon që të rast, adin më gjujt mu, e jo Brutit, se mas nëne la pak me pasoja, ajo një farkoha edhe pse lëndime, po edhe nuk u fut monat formën e vetë që na mësuna me po. Shqyrëzotit këtë vit është një lojtar komplet tjetër. 11 sezonit. Po, edhe bje keq, po nuk e kom kuptu pse është bëha që madhe, se shumë lojtarë tjerë edhe në të kalumen, unë jam ndërta, unë jam për Gjakovës, jam po kom luajtur për kombëtarin e Shqipënisë. Kosova ka jetë shumë përpara, edhe në zona për çdo sukses të Kosovës, që bëj tifo për Shqipërinë, bëj edhe për Kosovën, edhe jam në stadium edhe të Shqipënisë, edhe për Kosovë, po. Kështu që nuk e kuptoj adin, po gjithsesi adin ato janë pak është temë tjetër, nuk e di pse është bëu çka që madhe, ka mujt më shku krejt me një kat tjetër, po gjithsesi jeta dhe sporti i ka këto sana që ka herë adin nuk folet vish pozitivisht, po ka herë duhet me dëru edhe presionin e negativitetit. Është një farë zipse, është një farë dëshirë në përgjithësi edhe në botë, po edhe në Kosovë, në Shqipëni, që kur bëhet diçka që është themi pak kontroverse, mi shtu ma shumë zjarë që thonë, me bo matë ma sa që është. Mënoj që është seni ma normal për një futbollist Kosovës, po edhe Shqipënisë më ditë për Kosovë Shqipëni, më thonë, që shu bo temë është pak e gjëditshme. Nërta që ke një farë pjese kur dyat kanë goxha mirë, ke para ndeshjeve Shqipëni-Serbi, po prapë Bruti po doket mirë, tash ku jena te Bruti, po folim pak për çet gjysmën e parë të vitit tash. Jena janar, maj zakonisht ka lëvizje në janar. A ka diçka konkrete për të janar apo peleni edhe gjithë sezonin? Është tira parë që ka për Brutin, jo diçka konkrete, ka shumë zane konkrete. Në tavolinë konkrete, po, ka shumë gjëra konkrete. Mirë po kemi pas pak probleme me të kallëzu drejtën me klubin aktual të Etnikit, se ata janë besoj që janë vetëdijshëm për që kontrata ati s'ka dënë në qershor. Edhe kemi pas oferta me shuma për shembull të cilat unë mendoj që ja vlen për me lshu. Ma herët, para se ma herët, domethënë që në mënyrë që të përfitoj edhe Malisheva. Po gjithsesi adena klubi është gjithmonë përpara menaxherit dhe përpara lojtarit, ata i bëjnë gjitha vendimet. Unë e respektoj. Domethënë ky miti që ju menaxherat i keni këtë në dorë bën poshtë, më thashë vetë. Jo, menaxheri shumë ju hypin në shtëpinë juve. Po ka shumë menaxhera që do tipit që thonë unë kam këtë klub e kontrolloj, është klubi jam bëj çka dushun e këtu aty. Ajo është një lloj amaterizmi i menaxherave, se klubi është viçi presidentit dhe presidentët vendosin a më lshua, mos më lshua, kënd më marrë, kënd më hek.
Po, unë desha më kthy edhe një herë te kjo, unë respektoj shumë vendimin e Malishevës, nëse ata kërkojnë një shumë që është jashtë normales për to, është vendimi i tyre, nashta më mirë është me që bruti me kry këtë sezon me Malishevën, minimum për ambicet e tyre që i kanë dhënë në fund sezonit. Ama që që janë tavolinë, tajme a janë këtë par top 5 në ligave në Evropë, a janë dika ka Ballkani? Top 5 ta garantoj unë që nuk ka lojtar në Kosovë që është gati për top 5. Që shkon direkt ndoshta për Superligën. Po ai mundet edhe më shku, që të jem i qartë. Ai mundet më shku, po edhe ka më kthy pastaj ka marrë çdo ligat e Ballkanit ose një kampionat më poshtë, se nuk ka disa sene që shkojnë shkollë. Kena kësi rast ku janë kthy. Qysh na shkuin edhe na kthy, edhe unë besoj që hapi ideal për çdo lojtar pi kampionateve këtu Kosovë, Shqipëri, Maqedoni është hapi ideal për krejt, është mi bo një kalim një kampionat që është pak më i fortë se sa. Gradual, domethënë. Gradual, për shembull është kampionati kroat, cilët unë e preferoj me çu lojtar këtu që mi zhvillu sa më tepër. Me 2 mega klube. Këto të fundit lojtar tonë po shkojnë shumë nëpër Ukraina, cilën unë një farë forme nuk jam fan i këtyne transferime, për arsye që për shkak të rrethana mas pari që është situata në Evropë, jo në Evropë mundesh me lujt, po janë me shumë dro. Po. Duhet më kështu gjithë nalt apo bie fallbon. Edhe po thash për kampionati kroat edhe kampionati sloven, janë 2 kampionate që mua pëlqejnë shumë për zhvillimin e lojtarëve të rinj. Po. Greza po dalin pak te pjesa e kombëtarëve. Edhe te Kosova ose Shqipënia janë në një moment historik, të dyjat, edhe 2 muaj vjen marsi, sërish vjen marsi. Cila mendoj që është më afër? Po dihet Kosova me Slovaki, Shqipënia me Poloni. Është një farë konsenzusi në popull që kur më afër se na kon kuptimin që niveli është i barabartë, qoftë i Kosovës, Slovaki, qoftë i Shqipënisë. Cila mendoj që është më afër dhe çysh është sheti potencialisht? Po edhe Kosova, edhe Shqipënia besoj që janë në formën e tyre më të mirë që kanë qenë ndonjëherë, si me organizim, si me trener, si me lojtar, domethënë gjitha aspektet janë kompletuar në formën e tyre më të mirë. Po më afër s'kisha di që më afër në letër për mua më vetë sot është Kosova, se do marr parasysh edhe formën cilën e ka kaluar edhe me kundërshtar që i ka pasur edhe në paraqitjet që i ka bërë me kundërshtar të tillë. Suedia ka qenë kundërshtar më i vështirë se sa 2 kundërshtar të letër që ka tash. Që kena fituar 2 herë. Besoj që kemi shumë shanse. Për Shqipënia pak më pak, po edhe ata normal që i kanë shanset e veta. Unë kisha pas qef nëse jo 2 bile njëna adin. Edhe duhet pas parasysh që ndeshja finale potenciale e Kosovës është Prishtinë, vetëm 5 ditë mas asaj Slovaki. Të hap një farë ndjeni që s'mund me lëshu djemt pa fituar Prishtinë, kur e dim që është loja finale. A është presion shtesë që çamë ti si ish futbollist, kur e ke ndeshjen jetike, historike, mbrana në shtëpi, a është barr apo është ndihmë që ekip? Po mas në dallon se ka lojtar, që ti po më vet mua. Unë kom pas gjithmonë qef me lujt në shtëpi. Do të thonë në shtëpi jam ndjej i pathyeshëm. Po kjo janë problemi është që 11 lojtar, nëse 11 lojtar janë me një frym, luajnë me të njëjtin grind, me të njëjtin intensitet, me adin me motiv të njëjtë, atëherë është një kushdo që dal përpara është shumë vështirë me na mujt. Kështu që besoj që problemi jon kryesor ose pika jon kryesor ku na duhet më fokusuar është që më përgatit për atë ndeshje për të dyja, psikikisht shumë. Edhe besoj që bëhet mirë mos ne. Greza, kena me dalë pak kena me kthy në pjesën e karrierës futbollist. Ata kanë vërdu me të farë lojna të vogla me zgjedh legjenda. Hajde. Shkojmë te e para. Greza, i kam 3 figura shqiptare dhe të huaj, ku me ta tregu foton dhe ki ma jap një koment, do shta një fjali, ose çka do që ti menon për këtë figurë potenciale. I pari është kush tjetër, kapiteni legjendar, Familjari jam. Familjar. Du me ditë çka menon për to, qoftë si person në pjesën humane, qoftë si futbollist edhe ke pas raporte me to. Sa mund ta më shoh se kam familje, kështu që është nevar problem. A ki për çka? Po, jo, Loriki është, besoj që është ikona e këtë futbollit shqiptar. Pse që ajo që ka jap Loriki si për fanellën e Shqipnisë edhe për kombin ton, atë nuk harrohet. E kisha vlerësuar si lojtar më të mirë ose më të suksesshëm të historisë të kombit ton. A mund më thonë që është futbollisti më i mirë që ka reprezentuar Shqipërinë? Kuptimin e peshës që ka pas, edhe patriotike. Po ka edhe lojtarë të tjerë të cilët kanë karrierë super të mëdha, po
po them apet. Top 3 me që e kam familjar po e bëj. Top 3. Hajde u. Okej. Se ta vjen tjetër për çfarë pata. Tjetri është një figurë hala më e madhe në kuptimin e karrierës, Granit Xhaka, po që pato polemika kohëve të fundit, sidomos ndeshja Kosovë-Zvicër, po besoj që sigurt kena një me to, se po garant. Graniti kena ndaj shumë në kohën kur kum luajtur në Glasgow, ky ka qenë në Arsenal, edhe unë nuk kalesha një kohë të mirë te klubi jam, ky nuk ka lekë një kohë të mirë te klubi. Edhe kena kalu kohë shumë në Londër. Kemi takuar edhe në vende të tjera. Është një lojtari edhe një ndër njerëz që kam respektin më të madh për shkak të thjeshtësisë tij që ka, dhe besoj që jo vetëm unë mendojnë edhe njerëz të tjerë për të njëjtën gjë për Granitin, edhe e kisha cilësuar si lojtarin më të suksesshëm edhe një lojtarin më të mirë në histori. Me roj shqiptare. Gjithë shqiptarëve. Tash kur shkalit për Zvicrën, për Kosovën, për Shqipërinë, për nuk e di. Rathona dhe kanë bot veten. E kisha e vlerësuar si lojtarin, domethënë, më të mirë në gjitha kohrat. Një koment shkurt për çet rastin në fundit që ndodhi ndeshjen Kosovë-Zvicër ku pat fishllima. Ashta e ke kuptuar arsyeën pse tifosin fund të stadium, okay. Stadium. Ç'është ki po? Unë nuk ka ardhur mirë personalisht, e kam pa edhe babën e vet, Rakipin që u kon shumë afër. Edhe normal s'kisha dashur kurrë me qenë prezant që aty se jam pak tip emocional vet. Edhe ka qenë gabim i madh i tifozëve ton, kushdo që e ka bëu ato, se kemi lloj grupesh. S'kon grup i madh, po është një pak shumë. Kushdo që e ka bëu atë në vlerësoj si një gjë shumë gabum. E dinë edhe ata vet besoj që kanë gabuar. Besoj që kanë marrë vesh. Krejsa kena një figurë tjetër, kena një ikon futbollit, një kapiten legjendar, një nga futbollistët më të mëdhenj të Anglisë, po edhe Liverpoolit. Besoj që këtë kush një aty e din që ki pas trajner në ikon Rangers. Edhe unë për vetit kom përcjell atë kohë shumë, edhe e di pak a shumë një histori kur disa pa të shku në Rangers, bili ki pas një 2-3 konferenca për shtyp bashkë me të mdohet. Ti kom përcjell në atë kohë. Po ka një pjesë kur kishte nu një gola, 2 gola, edhe masanej 2 gola në ndeshje. Masanej ka ndodhur diçka që thojmë na ta prap. Apo mos më na tregon pika të shkurtë apo dash edhe të gjata. Na ka kapsi. Sepse fakti që e ki përball në Gerrard, që e ka një far ora që po thonë ta anglisht, çka ndodhi me Gerrardin edhe rrjedhimisht çka ndodhi me Rangers tani që u kry kjo punë. Që për Gerrardin, normal tash çka më folin këta që e njohin futbollin, besoj që ka nevojë për prezantim, as nuk besoj që ka nevojë me fol shumë për ta. Si trajner, unë jam një djalë shumë falënderues, dikush kur më bën diçka të mirë, domethënë jam që e vlerësoj ato dhe nuk e harroj gjithë jetën. Steven Gerrard ka qenë ai që më ka thirrë dhe më ka marrë në klub botror. O kon kyç domethënë. Po nuk u kon kyç, ka qenë ai që ka dashur të marr. Se atje në Angli ose në Skotësi, në futbollin britanez domethënë trajnerët janë edhe menaxhera, edhe bojnë edhe zgjedhje të lojtarëve. Mu kur pa thirr vet në telefon, nuk mendu që është nguc ndaj shok, që e kum bëu vet, ju thësha shok, herë nguc që jam filoni, hajde apo vjen këto çit klub me lut. Kështu që kum mendu që është një lloj pranki që ka ma bën dikush, po edhe atë më pata shoku. Po jam shumë falënderues për mundësinë që ma ka dhënë me qenë pjesë e Rangersit. Kështu që tash ti kemi pas me secilin është një sport dhe biznes që cilin kemi me pas pak natësi, mos marrëveshje, keq kuptime, dhe është shumë normale. Unë kum kalu keq në atë ndeshjen që ti e ka qenë ndeshja ime e parë në formacion në Ibrox që kemi luajt në kampionat, ka qenë ndeshja ime e parë startues që kum luajt. Si startues po flas. Edhe ai ke dëshmuar veten. Ja kam bërë 2 golla, një asist dhe më zgjedh lojtari i javës në Skotësi. Unë qenë lojtari i ndeshjes, edhe lojtari i informacion të javës, lojtari i javës. Player of the week. Edhe nuk e kum kuptu kurrë as asë ditë pse s'ma ka mas në 3 ndeshje s'm pa të fut asnjë minutë. Edhe jam kon atë kalumin tame, jam kon tip pak më temperament, a din që to si më thon çto veprime ose kështu i kom përjetuar shumë keq edhe më kon direkt kom shku në kërkues sqarim. Edhe nuk shkohet, kom thonë në intervista të tjera nuk shkohet me që to pas ke fos Fibos falje po tom. I ke jap 2 golla, një asist, tani s'ke luajta? Po, kjo është edhe një shkollë shumë e mirë cilën lojtarëve të mi ju kallëzoj që ka një herë edhe paraqitjet më të mëdha nuk janë të mjaftueshme. Do të thonë, nëse ti nuk del nëse është ndeshja të shtunën, tonën kemi dalë në stërvitje, nuk del me të njëjtin motiv edhe me të njëjtin uri për masi, do të që edhe trajneri në klubet mëdha nuk shtin se do të ke ushtruar gjithë javën i ke ushtruar keq. Po.
thonë atje shancat tipet pak, shancën që t'i japet duhet me shfrytëzu dhe duhet me ditë me majtë sa një më i vështirë. Kështu që unë nuk jam marr për keq, unë jam marr vetet për keq se më kon pak i papjekun në shumë raste. Reagimi jam më kon shumë i keq që kum bë mas ne me këto. Ai neve s'na ngon, po unë dhe kisha të kum kërku falje për kështu edhe publikisht për sjelljen teme, po gjithsesi metet një e kalume aq sa ka qenë e bukur. Po mos që tu s'kom qara për reagu që po thuti ai Gerardi për men arta s'na ngon se s'na merr vesh, se këtu na arta i bimci. Po fali anglisht. Ose Gerard, that was your mistake, mate. Jo, puna është që për shembull, okay, unë mendoj që çdo trajner, se kjo bëhet shpesh temë se dikon s'është në lojë. Unë mendoj që kur kush më interes se trajneri s'ka që me shtilitor më të mirë në lojë. Sidomos kur i shpaguat kuptimin e gollave. Tash ti ose ki bona i san mas loje që e ka bën nervoz, unë s'po di ç'sh. Në fakt ose o kon provokimi i tij na që më qyç për reagon ti, jo, ka shi suksesit. Kësa harroj kur. Pak e çuditshme. Si u kry loja, kom pas një fjalim shumë kam dhënë një intervistë, edhe 2 minuta kam folur me Gerardin, më ka thirrë, më ka përgëzu, më ka përqaf, edhe më duhet më shku më la shpejt, më pritëshin shqiptarë që jetojnë në Glasgow. Që janë dalë. Me më qunë në raport se kom pas më shku me kombëtar. Ka pas më një lojë me skësim do. 11 nëntori, kur sa harroj, 11 nëntori edhe kom pas më shku direkt në grumbullim. Mas ne atje u lëndova pak. Një 4 ditë me ta, domethënë pas tërvitje, po lujta prapë se kam qenë në atë kohë kam qenë një ndërlojtar të kyç Shqipnisë. Edhe klubi ka qenë ndjeni për këto. Nashta u konë edhe që janë një ndër arsyet, po okay, një lojë më dytën pak ma keq me pranu, që s'po luj, po në ndeshën e tretë kur vadin pa të mush diçka shkupa. Edhe pa të ndodhur që unë më shku kum reagu pak keq, po është një ndër kujtimet e mia këqija, se normal që kisha ndryshuar shumë sana nëse kisha mujt me kësi. Qëra unë po të kallzoj drejt, për si e kon temperament e kom ditë, po që të rast unë opse kjo legjend fajin pjalo. Sot ti shkon trajner çaj i madh tash, nëse tash është në Arabi e lapo. Nëse pelojmë me Gerardin, po dalim diku tjetër, zakonisht Grezda na e bëjmë ka i sfid lojtarëve, trajnerëve që janë njohës futbollit, me boni top 5 shit historisë, kuptimin e 5 futbollistave më të mirë të historisë. Qoftë që i ki pa, kuptimin që i ki përjetuar të luajt, qoftë edhe ka pjesa e Maradona, Pele këta. Domethënë ka 5 deri në Prej kur një futbollin unë, që po vet. Po, nga 5 deri në. Që futbolli tash çdo 10 vjet, 15 vjet ka evolu shumë, ka ndryshuar shumë. 5 lojtarët që unë kom pas gjithmonë model edhe idol në një farforma është Cristiano Ronaldo, domethënë normal që ai vjen vendin e parë. Okej, në parë. Vendin e dytë e kisha fut tjetrin Ronaldo. Trashin, pa flok. Kjo që ka rënë kanov. Lojtarin e tretë e kisha duhet me fut një mbrojtës pi pozitave tash mos më shtivit sulmos. Po, çashtu. Kjo është tima spore mesin për respektin që kanë aty. Po, kanë këto, mos vajga. Tu e pos Chef Ronaldo ka e harroi këtë mesin, po normal është lojtari. Top 3 është e pas, kemi mjafton. Top 3 nuk është, ai unë e di që është lojtari më i mirë i historisë futbollit, po më vjen keq mi pranu. Kjo është lajmi, i vjen keq me pranu. Po ti domethënë ti ke shumë racional. Tifozi Ronaldos kuptimin e ç'është ka motivu, po e pranojnë që Leo është një model që unë kisha njek edhe që kum njek, domethënë edhe që jom rrit me to është Ronaldo. Normal që ato tash është model më i mirë më nëse sa Messi. Messi është Demel, po që rregullojmë pak se harroj Messi. Dytën përshtim Messin, Ronaldo në trosh, Maldinin e kisha shti, edhe kisha shti masi është emisioni që shoh do të më shtini shqiptar për shti Granit Xhaka. Granit Xhakën. Ama ta bëj këtë pyetje se ti e kon ansor goxha eksploziv kuptimi që e kon i shpejt po e kon dribler. E kanë një far Maradona ashtu zja për shihet. A më nëse kur të luajë kompona për YouTube atë. Kështu, ata na mursynin mes? Po më që tash na të më shtim 5 shumë më shtim që Granitin e shtim vetëm gjashtë. Graniti po ka pas pesh, po. Okej, kena shumë lojtarë të cilët ta din kam shumë emra për më thon, po çta janë që pëmbin, kemi Zidanin, e kemi Pellën, e kemi. Edhe pyetje për gjithë pjesën e preferencave. Ti si lojtar sa për çat kohë që ke futboll? Si kush tu ka dog vetë ose si kush je munu me lujt, kuptimin e stilit tonë të lojës? Unë kam pas një stil veçantë se më kon shumë lojtar i shpejt. Po nuk e kam pas ato finishin e aksionit, domethënë në kuptimin që s'kom bërë shumë golla. Pak si Hazardi e kon.
E kon shumë decisiv kështu në lojë futbolla jo aq shumë saj. Do të thonë si Ronaldo, më thonë si Ronaldo se më kon kisha lyt Premier Liga, ne kisha lyt në AS, po e kom njeh modelin e tij, më kam pëlqyer gjithmonë edhe e kam mas shumë ti kom shih videot e tij kur kum dosh më motivu, më inspiru. Po. Cristiano Ronaldo. Po nuk besoj që e kom një lojtar atin që i kom ngjasu stilit tij. Po, e qartë. Dy pyetje për aspektin e lojës, bashkëtari më i mirë që tu ka përshtat loja me to, ose që të ka pëlqyer ty çu kombinu me to. E uja shqiptara në përgjithësi. Në klube që ke luajt apo në kombëtar. Dikush që tu ka dogë që më shumë të përshkon loja me to. Thon ti e konsult muskra, në Instagram ai mbrojtësi më që ke pas kënaqës i djall. I kisha përmend 3 ose 4 se s'po di valla se në cilin. Kombëtar kom pas për që kom luajtën krah me to me Ansia Gollën. Ai ka pas krosime top. Ka pas krosimet top, po ai nuk krosimet mos mi kapshin si kena një milion. Ka qenë lojtar të cilin sa herë ja kom kërku topin, ma ka jap, edhe ka ditë kur ma jap. Njëjtin sa ne kisha folë edhe për Burim Kukelin. Burim Kukeli, po. Nuk më ka ra shumë me gjatë me lujt me ta se tash mosha bën vetën ai shkoi pak më herët, po njësoj ka qenë lojtar i cili më ka vlerësuar më shumë. Për kualitetin tam edhe gjithmonë sa e ka pas hapësirë për me ecë me top edhe me kqyr kush është i lirë të parën më ka pas gjithmonë mua dhe më ka jap topin. Tuj u kon Lovro Majer, i cili është tash për kontrakt, po, edhe kam një ndërshok më të ngushtë. Edhe Borna Barishi që u kon njësoj si Ansia Golli, kena luajtur në 3 klube bashkë me ta në Lokomotiv, Osijek edhe në Rangers kena luajtur me Bornën. Shok të ngushtë edhe Cimera, roommate si nakon, edhe qara ka ndodhë neva din si rasti Ibrahimovicit me kitë mbrojtësin e majtë shëpat emrin. As ty s'po të kujto ka. Materazzi? Jo, që janë përla me zvedja, po? Maxwell, që janë shku në klube. Bravo, që janë shku në klube Inter, bashkë. Ajax, Barcelona, Paris, bravo, 4 klube bashkë. Dhe unë me Borën e kena ndru bashkë, për Lokomotivës kena shku bashkë në Osijek, për Osijekit kena shku bashkë në Rangers. Adin edhe është një ndjenë shumë e mirë për një me. Edhe Borën edhe Majerin që tu i kisha bërë. Lovro Majer, duna me thonë diçka, unë e kom luajtur shumë lojë Football Manager, është lojë që ka bo Sega, është prodhem shumë i madh kuptimin që luajnë shumë lojtar, Griezmann, luajnë Gündogan, luajnë disa lojtarë sepse është çashë thellë, çaqë edhe Solskjaer që është trajner, ka mësuar prej lojtarëve pas asaj loje. Unë kom luajtur atë lojë 2005, në 10 vjet i kom pas. Po versioni i fundit që kom luajtur kon pandemi për shkak të kohës, edhe që ky Lovro Majer që po thotë ky kroati, më do këto është Wolfsburg tash? Wolfsburg. Ajo kon aty, thon top sensation, kuptimi që bëhet ndoshta më i miri. Vjen 2020 nga pas ndoshta 90 vjet sa po vjen? Sa i ka tash? Ai është 98. 98. 20 aty diku. Edhe në atë kohë e kom pas Chelsea në ekip, e blesha që Lovro Majer. Unë japsha 5 milionë aty ke 20. Unë e leta 25. Po, ajo politor, tamam. Të më kisha dhirë mua çat kohë, si menaxher, ndoshta kisha ja ul pak, po. Tjetrën e kena për fund kuptimin e lojtarëve është kundërshtari më i vështirë, Greza. Që e ballafaqur me to. Bright këtë rast, ndoshta po ndoshta më shor. Ndeshjet më të forta që kom luajtur ndonjëherë, kom luajtur me kombëtarën kundër Spanjës edhe Italisë. Ndeshja më e vështirë në karrierën time që s'kena prek top. Edhe aty nuk të kanë dhimbë veç komt mas lojës, po të ka dhimbë edhe kryt. Me Spanjën? Me Spanjën. 0-2 po më duket? Në Spanjë 3-0. Edhe na bën prigotë para, na bën për 20-25 minuta dhe na e lan mas nëse vi keq. Po është për një mend një ndër ndeshjet që më ka dhimbë të kryt se e veç topin e përcellshëm, ka shkon topi. Po. U lodhëm shumë, domethënë edhe presionin që dushëm i bë lojtarëve, trajneri Panucci atë kohë ndroi shumë strategji, një patëm lyt 3-5-2 mas në 4-3-3. Kara me Jordi Albën, pjesë parë me Pikien edhe Ramosin, si Lusha Sulmus. Edhe Ramosi edhe Chiellini janë 2 mbrojtësat më të vështirë ose më të fortë që kum luajt kundër tyre ndonjëherë, që kum bashkë edhe kur edhe Gareth Bale po të kallzoj, se dura me Cekçit në moment. Me Bale kara me Walesin. Me Wales, okay, ka pa luajt poshtë. Kena ai një herë e mori topin keq, edhe e pash mundësi me shku në duel me i me to dhe me ja marr topin. Në shpejtësia kështu. Kur e hin duel me ta, sa dasaj ditë, domethënë mushkëniti kam si kam 2 atë. Ai politori më përgatitur fizikisht. Shumë kont. Domethënë për një mas si ten kanë herë s'm ka gjujta si s'm bë aksident, po si me hin me ten. Po dash kam video në YouTube, shtar hapa ke shqyr. Unë e ki do foto e ki në Google, unë më shkruaj Rozgreza me pasport Gareth Bale me Rozgreza, më falni. Më shkruaj del fotografia dhe është shihet dueli
Edhe shihet Edhe vimi duelet kur edhe momenti kur jam në tokë. Ko. Ai në çert se Bale apo litar, po në potencial për toptar, që nuk është diçka as marrë, po mirë që ka pranon se u kon goxhani fare. Privilegj. Për fund privilegj bash. Për fund e kena, megjithëse ka pak e morën vesh që ki preferencat, po kemi ndërtu futbollistin ideal. Janë diku 6 atribute që kemi zgjedhur, domethënë, këmba djaft. Ronaldo, Cristiano. Po kuptoj. E majt Messi. top. Shpejtësi. Qof me top, qof me top. Mbappe, okay. Duele në ajër ose golla me kokë, cila do? Sergio Ramos. Okon ka Sergio Ramos. ndërlitar që ka bërë më shumë Po, gola me kry, për mi 100 golla në karrierë. Elegancë me top? Modric është. Edhe fundit është football IQ, kuptimin që shet diçka të tjerë shohin. Kisha thoni Iniesta apo i Barcelonës, bën rollit, mas jam më pëlqen rolli, s'po di kush. Po Modric ka një Zidane. Po, pajton, pajtjetër. Kush del me bu bash ta, kret më bu bash del. Mu bo Si bruti. Shpresa shumë të mbaja, sidomos unë mendoj që jo veç bruti, po këta që përmenem që i kinë në agjenci, bile që të Serie A kishin kallë, se është futboll pak më ka dalë shumë këta janë krejt shpejt, sidomos më takat. Kena lëjë dëm bala, bruti më taka janë goxha. Po, çojmë, ka shpresë, ka kohë, janë tri, kështu që veç ndoshta më ja përsërit ato sene që ti i ndodh, që i ki bo, mos më ndodh atë. Edhe çita, nëse ka kohë. Patjetër. Unë, domethënë, me s'jam veç menaxher lojtar, unë punoj shumë edhe ka ona me që i foli shumë lojtarëve. Okay. Përpiqna shumë se kam bërë shumë gabime në karrierë, që ato gabime mos mi përsërit. Po edhe kur janë ka njëherë keq, më sport është shumë i kaqtu që është bjen poshtë psiqikisht, kam qef me ngrit, kam qef gabimet edhe në fush brenda të cilët i kanë më përmirësu, punoj shumë me ta. Edhe kisha veç shëndetin me pas, kena ndërtuar për një për një vjet, kemi ndërtuar një ekip që jam shumë i kënaqur me ta, në atë kuptimin që kemi një grup lojtarësh pas parë me karakter shumë të mirë, edhe janë shumë kualitet. Kështu që shpresoj që në vitet e ardhshme normal tash edhe më rrit, po edhe me këto ëndra të cilët lojtarët që i kanë, atë na me inimu që mi bo realitet. Kësta rënofshin fjalë, rënofshin punë, na shpesojmë shumë, këtë kena qef, sidomos ta që kena në Kosovë. Qëre, e dojmë edhe Shqipërinë, po sikur më thonë mua asgjë deçanin në Prishtinë. Deçanin valla. Ço, unë asnjë lojtar nuk e kam të Shqipënisë në menaxhim. Nëse ja 2 muaj më kanë për materi, po domethënë tregu ku unë punoj mas shumë ti është i Kosovës, dhe normal që të sa mas jemi edhe në intervistë kisha të pas shef me sqaru që unë nuk punoj kur kundër Kosovës ose kundër Shqipënisë. Unë punoj për interesin e lojtarëve, për interesin tam, se si më dojnë tash shumë më thonë që po suksesi aty është suksesi, jo të suksesi jam. Kështu që unë punoj për interesin e lojtarëve, interesin e kombëtarëve, interesin e lojtarëve dhe interesin tam. Kështu që i dëshiroj edhe Kosovës, edhe njerëz që të drejtojnë Kosovën, të janë personalisht deri te ekonomi, mos u prekni, edhe Shqipënisë jorën të njëjtën san, shumë suksese, edhe inshallah edhe ata ëndrat e tyre i bën realitet me shkum botror. Shumë shpejt, inshallah. Grezda po duan një falënderim të veçantë, sepse je i pari që erdhën në podcast, na sapo e kemi nisë litari 12, kështu që turojmë suksese shumë ty, edhe unë kam një farë mendimi që kemi po në Amerikë bashkë. Thonë që s'më dumar. Po që se kam lyt Kosova nëse shkon në Australi. Në letrat e Australisë kënej Kosova me mungu atë, s'ka kuptim. Kështu që diçka shihem në Amerikë. Që jo për futboll shkojmë për çef. Të lutem, qështu. Shikus dashun, ky ke Eros Grezda, i është futbollist i kombëtarës, shumë klube në Evropë, tash agent i futbollit me shumë lojtarë të suksesshëm. Na ju falenderojmë shumë, po ashtu i falenderojmë sponsorët tanë Xcoins dhe ashtu Taktika. Kena pas shumë emisione tjera me trajner, futbollista, figura futbolli, po edhe tifoza, që është emri lojtarit të mëjt podcast. Faleminderit shumë, shihemi shpejt.